A duket? Është certifikata e bënjishit. Më në fund e kam marrë certifikatën, me pikët kam dalë shumë mirë, pra nga 300 pikë kam marrë 251 pikë. Halo Lojta, përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim Kristina Shares. Fillimisht do doja që t'ju thoja që kam hapur një kanal të ri që quhet Kristina Fundo, Kristina Viz Fundo. Të gjitha videot e mia në të cilat unë flas më së shumti për pjesën e shërimit shpirtëror, shërimit emocional, dhe i keni edhe të përkthyera me tekst në gjermanisht. Pra çdo fjalë që unë them në shqip e keni të përkthyer në gjermanisht dhe mund ta përdorni këtë që të mësojnë më shumë edhe të praktikojnë më shumë gjuhën gjermane. Kështu që nëse doni mund të bëheni subscribe dhe të shikoni videot, të merrni mësime dhe në të njëjtën kohë edhe të mësoni dhe të praktikoni gjuhën gjermane. Kalojmë tek tema kryesore e ditës, që është si e mora certifikatën bënjish. Atëherë, unë e kam thënë në shumë raste për persona të cilët më kanë ndjekur, e kam thënë që unë e kam mësuar vetë gjuhën gjermane. Do doja që t'ju thoja të gjithëve që mundet ta mësoni edhe vetë gjuhën gjermane. Mendoni që t'jeni në një kurs edhe të merrni të gjitha këto praktikat e tjera që unë ju a kam thënë, por që dua t'i rikthem, t'i përmbledh në këtë video në mënyrë që personat të cilët kanë nevojë që t'i dëgjojnë, mundet t'i dëgjojnë edhe mundet që ta ndjekin këtë rrugë, sepse thash ja vlen edhe mundet që të arrihet. Nuk ka asgjë të pamundur, çdo gjë duket e pamundur deri në momentin që realizohet. Deri në këtë moment, kur unë mora certifikatën në dorë, e mendoja të pamundur, por ja ku jemi. Unë e kam dhënë tek Telk, tek Zoja e Këshillit Mirë në Tiranë. E kam dhënë në datën 15 shkurt, nëse ka qenë ndonjëri prej jush në datën 15 shkurt, tek Zoja e Këshillit Mirë, provimi i bënjishit, më lini në komente sa për jush kanë qenë në datën e këtij provimi. Provimi ishte relativisht mesatar, mund të them, sepse e prisja akoma më të lehtë. Nuk e di, nuk e kam provuar provimin te Gëtja, por provimi i Telk mendoj që është shumë normal, pra për të treguar aftësitë tua se sa di edhe çfarë niveli je. Pra mendoj që është shumë okay, nëse do doni që ta ndiqni. Nuk jam për t'i bërë reklam provimeve, thjesht dua që të ndaj eksperiencën time dhe si arrita që të marr këtë certifikat që e doja kaq shumë, edhe që e kisha vendosur edhe në telefonin tim, pra në wallpaper e kisha një nga synimet e mia. Them reale, un kam patur shumë vullnet për ta marrë këtë provim edhe për ta marrë këtë provim. E kisha vendosur, e kisha vendosur edhe në wallpaperin tim, kisha vendosur këtë provim TELS bënjish. Nuk e dija, akoma nuk dija kush ishin provimet që ishin për gjuhën gjermane, pra nuk e dija as emrin e TELS, as emrin e Gëtes, nuk dija as një provim, por thjesht kisha marrë provim bënjish gjermanisht dhe një foto aty në internet që ishte marrë me sukses provimi, dhe ishte pikërisht kjo certifikat. Më shumë rreth kësaj teme do gjeni tek kanali im tjetër në YouTube që flet edhe për manifestimet. Këtë detaj unë e vura re më mbrapa, pasi e kisha marrë këtë provim, dhe e vura re që po e pas kam thënë tek Telk, tek ajo që unë kisha vendosur si imazh, pra një lloj si në vision board. Dhe dua që t'i flas pak për eksperiencën time për marrjen e këtij provimi. Unë kam patur shumë vullnet dhe jam futur mësimit me shumë dëshirë, dhe në fillim unë nuk dija se si ti mësoja këto libra, nuk e dija pra se si e kam nisur çdo gjë nga zeroja, nuk dija se si funksiononin këto libra, si bëjmë mësimin me këto libra. Pavarësisht kësaj unë nuk besoj se ka persona që juve po i ndiqni tani edhe që jeni në nivel kaq zero sa çunë kam nisur. I mora këto libra, fillova që të nxirja nga Translate, fillova të nxirja ato fjalët, fillova që të merja 1-2 leksione në YouTube. E kam nisur me Danielin O Gjerman, mësimet e atij të gjitha vetëm i shkruajta, e kam akoma atë librin që bllokun që unë i kam mbajtur, çdo fjalë që ai thoshte, të gjitha ato tabelat që ai nxirrte deri das, të gjitha që nga fillimi, që nga baza unë vetëm i shkruaja. Dhe pasi i shkruajta, pra mund të më ketë marrë rreth një javë kohë që unë i shkruajta të gjitha mësimet e Davidit, Donaldi, okay? Dhe pasi i kam shkruajtur të gjitha ato mësime, fillova që të marr, pra ishte koha që unë kisha porositur librat që të më vinin. Thash, më kanë ardhur nga Kosova, shqiptarët e Kosovës kanë qenë vajza ato që mi kanë dërguar librat, dhe i falenderoj edhe një herë shumë, sepse më kanë ndihmuar në fillim shumë jashtëmase, dhe e ndjej si një borxh që dua që t'ju kthej të gjithë personave të tjerë. Pra ashtu siç unë jam ndihmuar, ashtu dua që t'ia kthej edhe personave të tjerë, sepse nuk ka gjë më të mirë se sa ndihma që jep shqiptari për shqiptarin. Gjithashtu, pasi mora librat, fillova edhe që
të kërkoja një metodë pra se si mundet që të mësoj. Dhe thash, kisha marrë ato detyrat paraprake nga O Gjerman dhe i kisha shkruajtur të gjitha. Kisha parë video në YouTube dhe kisha marrë disa mësime, besoja që anjishin e kisha të përfunduar. Fillova që t'i lexoja pra ato libra nga pak, pasi i kisha marrë të gjitha mësimet e Danielit të shkruajtura dhe thjesht i përsërisja, i mësoja. Thash, ok, jam gati për A2. Thash, nuk e dija se si funksiononte mësimi me ato libra, nuk e dija që kishin Kursbuch edhe Arbeitsbuch në të njëjtin libër dhe fjalët e reja në fund. Pra thash, nuk dija asgjë, nuk e kuptoja sepse isha anjish, isha komplet në bazë nga e para. Thjesht thash, do e marr një libër dhe do ta mësoj. Mora mësimet e Danielit, mendova që isha gati për A2. Fillova që të dëgjoja shumë podcaste, fillova që të dëgjoja video në YouTube që të më vritej veshi dhe e dëgjoja vazhdimisht për ditë. Në të njëjtën kohë fillova edhe që të përdorja programin. Pra direkt në anjish fillova që të përdor programin. Kisha Danielin, mësimet e Danielit edhe programin që unë e shes për 25 euro. Keni edhe videon të cilën do ta vendos në description ose në komentin e parë pin. Fillova që ta kaloj këtë nivel. E kalova edhe në program. Edhe në program është shumë herë më e thjesht, fillon të mësosh fjalët e reja shumë thjesht, aq sa nuk i harron dot më. E mësova kaq. Librat thjesht i lexoja ndonjë tekst, anjishin, u bëra gati për A2-shin. Në mësimet e A2-shit, e mësova librin e parë, A2-1-shin, dhe për A2-2-shin thash, ok, po interesohem, ndoshta duhet që të bëj ndonjë kurs. Hyra në kurs për A2-shin edhe një herë. Tash ta bëj edhe një herë mësim se ndoshta do mësoj diçka më shumë edhe të plotësoj këto boshllëqet. Bëra kursin. Ky kurs ishte kursi më skandal që un kam ndjekur me Zyshen, ishim 1-1 dhe vetëm a lexonte të gjithë mësimin, kishte një fletore në cilën kishte me sa duket mësimet, leksionet të cilat i kishte marr, dhe këto leksione merrte fletoren edhe i shkruante aty në tabel dhe mundoj që të më shpjegonte, ok, dy gjëra që unë merja. Një mësim e merja brenda 45 minutave, bashkë me pjesën e ushtrimeve që unë i plotësoja në shtëpi dhe më duheshin fillimisht 4 orë për të plotësuar mësimet, ato ushtrimet e një mësimi. 4 orë. Kur vinte puna tek ushtrimet, ato ushtrimet që ishin me të folur, ushtrimet që ishin me të shkruar, më thoshte kjo nuk bën, dhe bënte vetëm ato ushtrimet që janë plotëso fjalët që janë sipër. I keni parasysh mësime të tilla, vendosni, rendisni, plotësoni kohët e foljeve. Ushtrimet të cilat ishin me të folur dhe me të shkruar që janë shumë të rëndësishme dhe nuk mund të ecësh dot. Pa këto ushtrime mi bënte vetëm skip, thoshte nuk janë të nevojshme. E mbarova gjysmën, pra librin e parë e mbarova sërish me këtë Zyshen dhe i kërkova lekët mbrapsh për pjesën tjetër të kursit që i kisha paguar që në fillim. Nuk t'ishte për aq, mendova, thash të jetë për kaq, më mirë po e mësoj vet. Ashtu siç mësova, doja gjej anën edhe do mësoj vet. E vetmja gjë që unë mësova dhe që më hyrin punë është si funksionon libri. Unë tani kisha një bazë se si funksionon libri. Pra që në fillim librat shrit kemi në të gjitha mësimet. Pra që në fillim ne kemi këtu mësimin. Është mësimi 8. Okej, është mësimi i parë këtu dhe kemi të gjitha pjesët e mësimit dhe cila është gramatika. Këtë gramatikun hyja dhe e kërkoja në YouTube në momentin që unë shkoja tek pjesa e gramatikës, unë shkoja e kërkoja në YouTube. Për shembull, kemi gramatikon konjunkcion fals. Konjunkcion fals. Hyja konjunkcion fals në YouTube edhe shikoja video 2-3 minuta që ma shpjegonin dhe për se cilën gramatik bëja të njëjtën gjë. Më pas mësova në kurs që kishim Kursbuch, kishim edhe nga fundi Arbeitsbuch dhe për të shkuar përpara se të shkonim tek Arbeitsbuch ose përpara se të shkonim tek mësimi i radhës, po, kjo ishte gjë shumë e mirë që më thoshte plotëso fjalët e reja. Ok, plotëso fjalët e reja ose mi jepte me foto fjalët e reja dhe unë i plotësoja dhe i mësoja. Kështu që kjo gjë më bëri që unë të mësoj shumë shpejt mënyrën se si mësohet me këto libra dhe kaq më mjaftonte që unë të futesha të mësoja vetë me librat normalisht. Nga ana tjetër, përdorja çdo ditë nga 1 orë ose më shumë programin i cili më mësonte jashtë mase fjalët e reja të nivelit, lidhjen e gramatikës, lidhjen e fjalive, mënyrën e të folurit, pra i ka të gjitha këto pjesët që neve mësojmë në një mësim, hërën, shpreshën, lezën, i ka të gjitha vetë programi dhe normalisht që unë eca shumë me të dyja këto metodat, pra me librin që e mësoja vetë, me translatin edhe me programin fillova që të ecja të mësoja shumë.
Vjen niveli B1, vazhdova, nuk hyra më në kurs sepse thash nëse është kursi kështu, atëherë për çfarë duhet që të regjistrohem. Bëra, mësova edhe librat e B1-shit, B1-shi dhe B1-2-shi. I mësova vetë. Isha e përgatitur tashmë, kisha fjalor më të gjerë. Tekstet që kanë mësimet, her pas here mësoja përmendsh nga 3-4 fjali dhe më ndihmonte jashtëmase shumë në mënyrë që unë të përgatitesha edhe për të folur. Mundohesha që të dëgjoja në të njëjtën kohë sa më shumë, pra unë e kam bërë shumë intensiv pjesën e mësimit të gjermanishtes dhe prandaj ndoshta brenda një kohe kaq të shkurtër dola me këto rezultate edhe këtu. Tani pasi e mësova B1-shin, të dy librat, pasi i mësova, i përfundova vetë, thash të futem në provim, a jam gati, a ndihem gati për provimin, çfarë të bëj më shumë. Dhe thash, përpara se të futem në provim, po provoj edhe një kurs tjetër. Kam mbajtur te Gëtja, në qytetin e Elbasanit. Mësimi, po them, nuk na ka lënë një fjalë pa kaluar nga mësimi, pa e shqyrtuar. Kjo nuk është as pak një reklam, kjo nuk është as pak diçka e paguar, nuk ka lidhje, nuk e di fare Gëtja e Elbasanit që unë po flas për këtë, por më është mësimi më i mirë i mundshëm. Unë mbarova B1-shin dhe dhash provimin. Ndërkohë po vazhdoja B1-2-shin, por ishte data 15 shkurti që ishte data e provimit dhe që unë doja që ta bëja provimin sepse thash me gjysmën e parë të librit unë fillova që të mësoja edhe të folurin, sepse thash gramatikat unë i kisha mësuar një herë, vetë librat i kisha mësuar një herë, më mungonte pjesa e të folurit dhe pjesa e të dëgjuarit, pjesa e të kuptuarit. Dhe kam mësuar jashtëmase shumë, jam shumë falenderuese dhe mendoj që është vendimi më i drejtë që unë kam marrë që të futesha në kursin e Gëtes. Edhe pse shumë skeptike nga kursi që hyra më përpara, thash mbarova librin e parë, kisha marrë praktik dhe thash, okay, për ta marrë B1-shin besoj që jam në rregull. Provimi ishte me pikat fix, siç i thotë edhe një youtuber tjetër, Benjamin the Learner, dhe që ma kanë sugjeruar edhe persona të tjerë të cilët po futeshin për në provim. Pra, përgatiteshin me Benjamin the Learner, po ju a vendos të gjitha këto pikat kyçe me të cilat unë kam mësuar. Njëkohësisht, thash, unë mësoja tekste përmendsh, unë kam përdorur programin nga B1-shi që e kisha përfunduar pak më përpara, pra të gjithë nivelin në program. Unë kisha nisur B2-shin. Kam edhe librat e B2-shit që i kisha printuar dhe materialet e B2-shit i lexoja në mënyrë që të kuptoja më mirë B1-shin, të kisha një fjalor, pra po mësoj një nivel pak më lart sepse kisha kohë, po mësoj një nivel pak më lart në mënyrë që të përvetsoj sa më mirë nivelin ku un jam aktualisht. Dhe këto kanë qenë praktikat që un kam ndjekur. Hyra në provim. Provimi mua më ka zgjatur rreth 6 orë. Pra ishte hera e parë që un hyja në një provim. Kisha mësuar 3 ditë më përpara provimit, kisha hyrë tek Benjamin the Learner, Prüfung B1 Stels. Mund të them 90% e asaj që ai tha ra në provim. Pra, shumë i saktë në përvetësimin e pikave kyçe. Ashtu siç thotë edhe Benjamini në shpjegimet e tij, vërtet kemi 20 tema gramatike, vërtet kemi 20 pika që neve i kemi marrë në nivelin B1, por nga të gjitha këto ai i heq kush janë temat, kush janë pikat të cilat nuk bien në provim dhe realisht nuk ranë në provim. Ran vetëm ato 10 tema të cilat ai tha. Dhe që unë i kisha shkruajtur, i kisha mësuar dhe normalisht me shumë praktike dhe me shumë të gjitha këto hapa, të gjithë këto step by step që unë po ju them tani unë i kam përdorur përpara se të hyja në provim. Dhe ndërkohë që prisja përgjigjen e provimit, unë jam në fund të B1-2-shit dhe e përfundoj, pra kam vetëm një mësim për të marrë dhe ndihem jashtëmase shumë mirë. Filloj tani të gjitha mendimet që unë kam, filloj që t'i përkthej në mendjen time ose bisedat të cilat unë i bëj ose që duhet jap një përgjigje, e kam shumë të lehtë për të kthyer bisedën në gjermanisht, pra edhe mund ta jap përgjigje në gjermanisht dhe mündliche Prüfung, shikoni sa pikë kam marrë. Mündliche Prüfung 100% të pikë. Më ka ndihmuar jashtëmase shumë Gëtja. Pra, këtu kemi tek certifikata, këto e pash në momentin kur mora certifikatën, kemi edhe një vlerësim, pra se si juve keni dalë në provim, jo vetëm me pikët, por ka edhe një vlerësim i cili thot, të paktën për nivelin B1 është nga 180 pikë, janë pikët minimale që duhen për të kaluar 180 pikë nga 300 pikë dhe nga 180 deri në 209.5 pikë, juve jeni në nivelin Ausreichend Pass. Keni kaluar.
Në nivelin e dytë kemi nga 210 pikë deri në 239.5 pikë dhe ky është befriedigen, pra është një nivel mjaftueshëm. Unë kam dalë tek niveli good. Niveli good është nga 240 në 269.5 pikë dhe niveli zero good 270 deri në 300 pikë. Pra, unë kam marrë 251 pikë në total. Do doja që të më thoni kush janë mënyrat për të vazhduar më tej. E vetmja gjë që unë jam bërë pishman ka qenë që nuk jam futur që në fillim tek gëtja për ta mësuar që nga niveli A1, do kisha dalë ndoshta me pikët maksimale nëse do ta kisha ndjekur te gëtja nga niveli A1, por jam e kënaqur, realisht jam shumë e kënaqur edhe me këtë vlerësim që unë kam. Unë do ju ftoja që të bëni like këtë video, të bëni subscribe dhe të më jepni mendimet tuaja në komente për gjithë këtë rrugtimin tim. Çfarë do i sugjeroni dikujt tjetër që është në hapat e parë, që është në zero për të mësuar gjuhën gjermane? Çfarë do t'i sugjeronit nga ana juaj? Kush ka qenë mënyra më efektive për të mësuar gjuhën sa më lehtë, sa më shpejt? Ju falenderoj të gjithëve. Tschüss!